Të gjithë qytetarët që posedojnë pajisje ndihmëse të shërbimeve për personat me nevoja të veçanta dhe që të njëjtat nuk i shfrytëzojnë, ato mund t'i dërgojnë në organizatën Handicas Gjakova. Arber Gjara, zyrtar për mbrojtjen e fëmijëve, thotë se pavarësisht faktit që muajve të verës një pjesë e stafit dhe anëtarëve janë në pushime verore, shërbimet e domosdoshme zhvillohen për disa anëtarë të tjerë. Marrim pushim gjatë këtyre 2 muajve, po megjithatë nuk i nalim shërbimet. Sidomos shërbimet e domosdoshme prej cilave duhet me vu theksin të ofrimi i pajisjeve ndihmëse, që njëherë të shfrytëzojmë ndihmën e juaj më bëu apel të gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, cilët i kanë në shfrytëzim, po nuk i shfrytëzojnë më, bëj apel që t'i kthejnë ato pajisje, po gjithashtu edhe për gjithë njerëzit e vullnetit mirë të cilët kanë pajisje që nuk i shfrytëzojnë, është mirë që t'i sjellin me qenë se numri i kërkesave është shumë i madh. Aktualisht kjo organizatë është duke funksionuar vetëm përmes fondeve publike dhe kjo situatë sipas zyrtarit Gjara po vlerësohet si vështirë e tejkalueshme, por gjithmonë duke synuar për qëndrueshmëri përmes subvencioneve të tjera. Fatkeqësisht edhe ky vit është pothuajse i njëjtë me vitin paraprak. E dim që prej vitit 2023 gjitha organizatat cilat ofrojnë shërbime sociale janë të ballafaquar me krizë financiare. Kjo ndodh si pasojë vendimit të organizatave ndërkombëtare të cilat kanë marrë vendim që mos të ofrojnë më grante për shërbime, kështu që ky është viti i 2 ose i 3 që na jemi të funksionuar vetëm me fonde publike, përkatësisht të Ministrisë Familjes, Punës dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, po ashtu edhe me mbështetje prej komunës, vlen teksohet që jemi njoftu prej rrjeteve sociale që vetëm është publiku lista preliminare subvencioneve prej drejtorisë shëndetësisë, kështu që përbësoj prej korrikut ose eventualisht prej gushtit kemi më pas rritje të numrit të fëmijëve që marrin shërbime si rezultat i subvencionimit prej komunës. Pavarësisht të rrethanave financiare, në Handicas Gjakova ofrohen shërbime të rëndësishme rehabilituese, psikosociale, shëndetësore dhe arsimore për fëmijët dhe të rinjt me aftësi të kufizuara.